Dhoma e mrekullive, misteri që nuk u zgjidh kurrë. Ndiqeni me kujdes sepse jam i bindur që do t'ju pëlqej shumë. Në vitin 2013, një çift nga Palermo, këtu në Itali, donin që të merimetonin shtëpinë e tyre. Ishte një çift i ri dhe sapo ishin martuar. Dhe këtë shtëpi ata e kishin në Porta di Castro, pra në qendër të Palermos. Dhe fillimisht menduan që ta merimetonin vetë, sepse do gërryenin murin aktual, për të bërë një mur tjetër, më të mirë. Ishte ditë e diel dhe që të dy, pra Giuseppe dhe Valeria, filluan që të pastronin pra murin. Filles ishte gërryer një pjesë e murit sepse dukej që ishte pak i rënuar. Ishte ky shkaku në fakt sepse në disa zona të murit, pra të shtëpisë, kishte rënë me fjalë pjesë dhe duke sikur kishte lagështi nga brenda. Ishte ky fakti që ata filluan të merimetonin shtëpinë, por nuk e dinin se çfarë do të gjenin brenda. Ata teksa filluan që po e hapnin murin dal nga dal, pan që kishte një copëz blu, komplet blu, por blu e ndezur. E hapën akoma murin dal nga dal dhe ishte komplet blu, pra vazhdonte që ishte blu. E hapën akoma më shumë dhe doli 1,5 metër pothuaj i gjithë ngjyrë blu. Ishte shumë çudi, sepse sapo në momenti që po filluan që ta hapnin akoma më shumë, kishte disa shkronja dhe dukeshin shkronja arabe. Ata u çuditën sepse ç'donin shkronjat arabe në shtëpinë e tyre. Në shtëpinë e njërit në një shtëpi në Palermo, s'kishte lidhje fare. Ata çfarë bën? Ditën tjetër morën disa ekspertë që mund të prishnin murin, pra dhe që mos të prishin atë çka kishte muri brenda. Dhe e hapën të gjithë, e gërryen të gjithë murin me shumë kujdes. Merreni me mend, ajo dhomë është 3 metra për 3 metra për 3 metra. Pra është një dhomë 16 metra katror, e cila mbetet ende një mister i pasgjidhur akoma sot. Pse? Tani po ja u tregoj. Unë si gjithmonë ju them për herë, kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Atëre, kur e pastruan gjithë dhomën, vurëre diçka të çuditshme. Ishte i gjithë muri mbushur me fjalë arabe. I gjithë muri komplet, poshtë nga anët dhe të sipër. Dhe nuk po kuptonin se çfarë gjuhë ishte dhe pse ishte shkruar në gjuhë arabe. Atëre morën disa ekspertë të gjuhës arabe, dhe menduan se ishte diçka e thjeshtë, por nuk e zgjidhën dot, as vetë arabët. Sepse më vonë morën disa profesorë nga Gjermania. Erdhën profesorët nga Gjermania dhe panë që ishte një shkrim shumë i lashtë. Me një fjalë, një shkrim që i përkiste epokës, me një fjalë të shekullit 4. Por vurëre ekspertët që ky shkrim dhe ky mur, pra ky zbukurim në një komplet blu dhe sipër të shkruar me shkronja floriri, si të mund të quhet me fjalë ngjyrari, ishte shkruar pas shekullit 1800. Dhe nuk dihet se përse ishte shkruar, por fjalët që ishin aty të shkruara mbetën ende një mister. Pra, në të gjithë murin janë disa fjalë të përsëritshme, por një fjalë është shumë e përsëritur. Zoti është i madh dhe ai sheh dhe bën gjithçka. Pra, vetëm kjo fjalë në të gjithë murin. Bile e përsëritur një fjalë që është edhe në gjuhën, mos gaboj sepse zbuluan më vonë, morën dhe disa ekspertë edhe nga ekspert arab, profesor nga Egjipti, dhe ata zbuluan që është e shurës 112. Pra shura 112. Fraza ose fjalët e shkruara në këtë mur. Por të përsëritshme, si thash, në pafundësi. Bile është një fjalë e shkruar në latinisht, recto lucet. Dhe nuk kuptohet se përse mes këtyre fjalëve është edhe kjo, recto lucet është drita e Zotit, si mund të quhet, ose drita e madhe. Dhe e shkruar 7 herë me 7 shandan. Dhe ky ishte një tjetër mister që nuk u zgjidh, sepse ende sot nuk është zgjidhur. Tani çfarë ndodhi me këtë dhomë? Sepse zbuluan, pasi morën dhe këta studiues nga Amerika, erdhën dhe nga Amerika për të studiuar, nuk kuptuan që shkrimi që ishte shkruar aty nuk ishte shkruar në gjuhën me fjalë nga një arab. Dhe si e kuptuan? E kuptuan sepse shkrimi është shkruar nga e djatha në të majtë, jo nga e majta në të djathtë si shkruar nga arabët. Ndonë se shkrimi është arab. Aty kuptuan që është shkruar nga një njeri që nuk dinte
gjuhën arabe, por e ka shkruar. Nuk dihet në qoftë se ishte një vëgim, në qoftë se ishte dikush që kishte menduar që të bënte këtë shkrim për t'ja dedikuar dikujt, ose dikush, ose kishte parë diku, askush nuk e di. Dim që ky ishte një shkrim që mbeti ende një mister akoma sot. Ajo që mbetet më shumë në këtë histori e çuditshme është fakti që tashmë është kthyer në muze. Pra kjo dhomë në qendër të Palermos është kthyer në muze, ndaj u thash sepse ndoshta dikush nga ju mund të shkojë aty dhe ta shohë, ose dikush që gjendet në Palermo, dhe është kthyer në muze dhe është quhet dhoma e mrekullive, sepse po ta shikosh këtë është vërtet fantastike, po ta shikosh, komplet blu me këtë shkrimin ngjyrari dhe këta shandanët këtu të përsëritur. Dhe tjetra është që sado që janë munduar akoma sot që në vitin 2013, ende sot, kanë kaluar mbi 10-12 vjet, dhe prap askush nuk di se kush e ka shkruar, pse e ka shkruar, dhe domethënien normal që e din, por nuk dihet se kush, nuk dihet se përse. Megjithatë, doja t'ja u tregoja sepse ka shok dhe shoqe që gjenden këtu mes nesh, që janë në Palermo, ose jetojnë aty përreth, dhe do të dëshiroja që nëse shkoni aty të më dërgoni një foto, nëse është e mundur. Ma dërgoni me emailin tim e gjeni edhe këtu, dhe sepse thonë që është një vend i bukur, më duket që hyrja është falas, kështu që nuk është me pagesë. Megjithatë, ju tregova këtë sepse ka shumë mistere që ne mendojmë që i kemi zbuluar, por mund të gjesh artefakte ose disa shkrime ose disa mistere që nuk mund t'i zgjidhësh dot. Në këtë rast nuk di askush që përse e kanë shkruar dhe kush e ka shkruar në këtë dhomë. Dhe mendohet, do të them vetëm një gojdhën që dikush thoshte për këtë dhomën nga këta studiuesit arab, që ai që ka bërë ka patur një vëgim dhe sipas gjasave, nëse ulesh në mes të dhomës, ke halucinacione. Të paktën kështu thuhet. Nuk dihet nëse kjo është për njerëz që besojnë apo për njerëz që nuk besojnë. Megjithatë, ky është misteri në fjalë, unë ja u tregova, nëse dikush jeton aty në Palermo dhe përreth, nëse bën ndonjë foto, të na i dërgoj. Faleminderit që jemi përherë bashkë.